Me rastin e 2 prillit, ditës së ndërgjegjësimit për autizmin, në Gostivar po vihet re një rritje e dukshme ndërgjegjësimit dhe përkushtimit ndaj fëmijëve me çrregullime të spektrit autik. Përfaqësues të shoqatës dhe qendrës ditore Blue Puzzle theksuan se ndër vite është arritur progres i rëndësishëm, duke falendëruar komunitetin për mbështetjen e vazhdueshme. Sipas tyre, krahasuar me 4 vite më parë, Gostivari sot është më i përgatitur në trajtimin dhe përkrahjen e fëmijëve me pengesa në zhvillim. Aktualisht, rreth 70 fëmijë përfitojnë çdo ditë shërbime të specializuara në këtë qendër. Këtë e bëri të ditur udhëheqësi i shoqatës Valon Emini, i cili nënvizoi rëndësinë e trajtimeve profesionale dhe të vazhdueshme. Sa i përket Gostivarit si qytet, 2 prilli në krahasim me 4 vite më herët, na gjen shumë të përgatitur, shumë më mirë ka aspekti i trajtimit të këtyre fëmijëve, se momentalisht kemi afër 70 fëmijë që i trajtojmë çdo ditë që vini marrin shërbimet tona. Mirëpo, a është kjo mjaft? Sigurisht që nuk është mjaft. A jemi duke u plotësuar të gjithëve kërkesat dhe nevojat? Sigurisht që nuk jemi duke bërë këtë, dhe kjo nuk na lejon që të jemi krenar dhe të jemi në atë komfort zonën tonë, themi se ne i kemi bërë gjitha, tash duhet që qëndrojmë qetë. Ne kemi nevojë për shumë, jemi në fillim në nivel lokal, po edhe në nivel botror, me trajtimin dhe menaxhimin e çrregullimit spektrit autik, dhe ne mundohena të përshtasim të gjitha trendet botnore duke nisur nga trajtimet dhe të akredituara, si dhe trajnimet që stafi i merr, dhe përshtatja e metodologjive efikase duke u bazuar në evidenca shkencore. Megjithatë, sfidat mbeten të mëdha. Kërkesat për trajtim janë në rritje, ndërsa kapacitetet ekzistuese nuk janë të mjaftueshme për të përmbushur nevojat e të gjithë fëmijëve. Në këtë drejtim, shoqata ka ndërmarrë hapa konkret, duke zgjeruar aktivitetin edhe në Tetov dhe Likov, ku ofrohen shërbime të bazuara në metoda bashkëkohore dhe evidencë shkencore. Një ndër shqetësimet kryesore mbetet mungesa e qendrave dhe programeve për të rinjt me autizëm që po hyjnë në moshë madhore, duke e bërë edhe më të vështirë përballlimin e përditshmërisë për familjet e tyre. Jemi zgjeruar në komunën e Tetovës, prej muajit të kaluar kemi hap qendër edhe atje, i ofrojmë të njëjtat shërbime me të njëjtën cilësi, dhe një pjesë e stafit tonë që ka pas fëmijë Tetovës tu, tash është zhvendosur në Tetovë me të njëjtit fëmijë, po edhe me fëmijë tjerë. Dhe një qendër tjetër e kemi në komunën e Likovës, ku aty ishte shumë e nevojshme që këto fëmijë trajtohen. Me thënë, neve nuk na kënaq përmbushja në nivel lokal, ne si shoqat jemi e hapur në të gjitha qytetet e Republikës së Maqedonisë së Veriore, të ndihmojmë atë sa kemi mundësi, mirëpo kërkesat tash shkojnë duke u rritur, se këto fëmijë që kanë qenë para 10 viteve 6 vjeç, tash janë 16-18 vjeç dhe fillojnë të hinë atë kategori ku llogariten si fëmijë të rritur, ku duhet trajtime pak më ndryshe se këto që ne i kemi ne këtu. Duhet të ketë qëndrime ditore, duhet të ketë vende të posaçme ku këto fëmijë do të mund të kalojnë në një pjesë të ditës në mënyrë që mos të paralizohet jeta e familjeve, përditshmëria e familjeve që i kanë këto fëmijë. Tash është një problem madhor në nivel shtetror dhe në nivel lokal, dhe ne mundohemi si të gjejmë zgjedhje këtij problemit dhe edhe këtë problem ta vendojmë në korniza të menaxhimit të suksesshëm. Gjithçka mund të menaxhohet, vetëm se nuk duhet të frigohemi të panjohurës dhe nuk duhet të largohemi nga e panjohura, duhet të ballafaqohemi, duhet ta trajtojmë në mënyrë shkencore me metodat më të reja, me metodat më konvencionale dhe me natyrshmëri, të ballafaqohemi dhe ta tejkalojmë edhe këtë sfidë. Nga ana tjetër është vlerësuar edhe progresi institucional. Krahasuar me vitet e kaluara, sot ekzistojnë më shumë shërbime të mbuluara nga shteti, përfshirë trajtimet individuale, qëndrimet ditore dhe angazhimin e asistentëve arsimor. Tash kur e përmendim shtetin, dëshiroj ta sqaroj këtë çështje, se ka persona në përministri ndryshme që e bëjnë të pamundurën që të kalojnë ligje, që të lehtësohen procedurat ligjore, dhe nëse bëjmë një krahasim në para 5 viteve, jemi 500% më mirë se sa para 5 viteve. Para 5 viteve nuk i kishim këto shërbime, nuk ishte trajtime individuale që e mbulon shteti, nuk ishte qëndrim ditor që e mbulonte shteti, nuk kishim asistent arsimor, nuk kishim
shumë gjëra të cilat financoheshin nga shteti, as që i ndronim ne si prindër se do të vinë një ditë dhe do të kemi këto dhe do të mbulohen nga shteti, ndërsa sot janë. Kjo vlen të theksohet dhe vlen të falenderohet secili individ që punon në për ministri të ndryshme dhe që jep maksimumin që këto fëmijë një ditë të kenë një jetë më të organizuar dhe më strukturuar. Në fund, përfaqësuesit e Blue Puzzle apeluan për më shumë mirëkuptim, empati dhe përkraje nga shoqëria, duke theksuar se vetëm përmes solidaritetit dhe ndërgjegjësimit mund të ndërtohet një mjedis më gjithëpërfshirës për të gjithë.